Kalaja e Petrelës është një prej kalave më të rëndësishme, më të mirëmbajtura dhe më të bukura të Shqipërisë. Në fakt është dhe një prej kalave më të vizituara, gjë që me sa duket ndikon afërsia me Tiranën. Kalaja e Petrelës është e famshme për formën e saj, për pozicionin strategjik, por edhe për një fakt tjetër historik. Në muret e kalasë së Petrelës ka humbur jetën një prej gjeneralëve më të famshëm të Perandorisë Osmane, me origjinë shqiptare, i cili pretendohet, gjithmonë këtu jemi brenda historisë nga të bashkuar me legjendat, pretendohet që ishte ndër të parët ushtarak që u ngjit në muret e Konstantinopollit në 1453 në Mehmetin e II, Ballaban Pasha. Ballaban Pasha u vra në muret e kalasë së Petrelës dhe ai është varrosur në fushën e Petrelës ose në luginën e Petrelës, e cila shkon deri në Vishnje. Varri i tij ka qenë prezent deri në fillim të shekullit 20, por sot është e vështirë të identifikohet. Pra Tyrbia ku ishte varrosur një prej gjeneralëve më të famshëm të Perandorisë Osmane. Kalaja e Petrelës, kjo është pjesa e hyrjes qendrore, pamja më e bukur në anën tjetër, dhe në fakt gjëja më interesante është kulla, e cila sot është kthyer dhe në një ambient shërbimesh. Kalaja është ndërtuar në shekullin e 6 pas Krishtit nga perandori Justinian i parë, një perandor i cili konsiderohet me origjinë ilire dhe është një nga perandorët që ndërtoi më shumë fortifikime në zonën e Ilirisë së asaj kohe. Pamja nga Kalaja e Petrelës është fantastike. Këto janë shkallët që ti duhet ngjisësh për të shkuar në pjesën e kullës. Nëse do ngjiten pak më sipër, do shihni që pamja është fantastike. Mund të shohësh Tiranën, mund të shohësh malin e Dajtit, mund të shohësh deri në det. Kalaja është në një kodër rreth 450 metra të lartë, pra nis në 400 dhe shkon në 450 metra. Është një nga vendet me pamjen më të bukur, ka një pamje 360 gradë. Pjesa e sipërme është pjesa që shkon drejt kullës. Shiheni tani këtu, atje duken pallatet e larta, kullat e Tiranës, liçeni Farkës, mali Dajtit, mali Krujës, me gjithë qytetin e Krujës në këtë drejtim. Pjesa tjetër, tani po ngjitemi, gjitja nuk është e thjesht, historia e kalasë së Petrelës në fakt është e famshme për kohën e Skënderbeut. Ishte kalaja e dytë që Skënderbeu mori mbas asaj të Krujës, një kala që ai arriti ta mbante, po disa herë kaloi nga zotrimi i tij në zotrimin e Osmanëve. Po çini, kjo kala ka forma komunikimi me kalan e Krujës, pra përballë. Nëse ti ndes zjarr këtu, mund të njoftosh, pra mund të shkëmbesh mesazhe me kalan e Krujës, njëkohësisht me kalat e tjera deri në zonën e Ulqinit. Shihni sa e bukur është rruga. Sot është e mbushur me turistë. Justiniani bëri ndërtimin e parë. Kjo është lugina e gjitha ku futet zona e Petrelës dhe Vishnja, ndërkohë poshtë është fshati Petrel, një nga fshatrat më të bukur në Shqipëri, i bërë me një planimetri nga italianët në vitet 40 për të konsideruar një prej fshatrave turistik më të bukur të Shqipërisë. Tani jam duke ngjitur kalas ku janë zona e mbetur dhe ku është restoranti dhe shërbimet. Shifeni, shifë çfarë pamje, manice që ka. Mbas Justinianit, kalaja e cila shërbente bashku me kalan e Vilës ra në duar të ndryshme dhe në fakt përforcimet kryesore në formën që ka sot u bën nga topijajt. Do me thënë, sundimi topijajve nga Durrësi në Krujë dhe në Tiranë e dominoi pra bërit nevojshme ndërtimin e kësaj kalaje, e cila ose rindërtimin e kësaj kalaje, e cila dominonte rrugën kryesore që vinte nga drejtimi i Durrësit në drejtim të pjesës brendshme të Shqipërisë. Shumë pranë është muri i famshëm i Presqopit, i cili konsiderohet një vendbanim
shumë i rëndësishëm i lirë, ku mendohet se ka kaluar fëmirin e tij Pirro i Epirit. Shiheni tani jemi duke u ngjitur në pjesën kryesore të Kalas. Sot është një prej monumenteve më të vizituara në Shqipëri. Kushdo që nuk ka ardhur, mund të vi, është 10 minuta në këmbë nga qendra e fshatit të Petrelës. Kalaja prej 25 vjetësh është restauruar për të përshtatur për ambiente shërbimi. Shiheni, është shumë e bukur dera sipër. Këtu jemi rreth 450 metra besoj të lartësisë. Pamja është fantastike, shihen gjithë kullat e Tiranës. Për Skënderbeun, kjo kala ishte shumë e rëndësishme, sepse mbulonte shpinën e tij. Mendohet që këtu ka ndenjur edhe motra e Skënderbeut. Kjo është dera hyrëse e Kalas. Në formën aktuale, përfundimtare, kalaja është restauruar nga Osmanët, edhe muret shinit të poshmet janë të Justinianit. Pra janë muret të Justinianit, dallohet qeramika, ndërsa porta këtu është osmane tipike. Pra është restaurimi osmanëve, ka një vend ku duhet ndalosh. Poshtë saj, në atë zorën atje, ka qenë xhamia e Petrelës, ku zakonisht sillnin njerëzit që nuk ishin mirë mendërisht, për t'i parë nëse shpëtonin nga gjindët. Dhe problemi, mbasi i trajtonin, trajtimi ishte edhe pak me dru, i jepnin një kovë pa fund dhe i thoshin shko mbushen ujë në lumë. Po që sa i thoshte kova nuk mbushet se s'ka fund, thoshin ky u shërua nga gjindët. Qofsa i shkonte poshtë në lumë për të mbushur kovën pa fund, ata thoshin ky s'është mirë nga Montekokos dhe rrifnin prapë. Sot është ndërtuar nga ajo zonë e Petrelës një zipline që të nxjerr në anën tjetër të rrugës. Tani gjithë Tirana është ndërtuar, po hyn pjesën kryesore. Tash, forma aktuale ka qenë e garnizonit Osman. Ja ku jemi. Është shumë e bukur kjo pjesë. Edhe restaurimi ka qenë shumë i mirë, megjithëse shumë vite përpara. Është pjesë shumë e bukur, do ju tregoj edhe pjesën e kullës fundit. Ngjitemi dot deri te kulla sipër. Është pjesë që shërben tani si restorant për të ftuar. Kjo është pjesa më e lartë e Kalas, kur thash i ka 360 gradë pamje. Kjo është pika e 360 gradëshit. Është kjo pamje këtu. Nëse ecën atë drejtim, dallon murin ndoshta duhet lëvizësh pak të pres qopit. Nëse ikën atë drejtim, dhe këtu pamja është komplet 360 gradë. Mund të shohësh gjithçka. Shiheni se çfarë pamje ka. Shihni se çfarë pamje ka në këtë drejtim. Megjithëse është pamja nga erdhëm. Lartë është flamuri. Do t'ju çoj çini dhe dhomën më të bukur në Kala, që është ajo atje, e rindërtuar me dru mbi dhomën e komandantit Osman të Kalas. Kaq është pjesa e sipërme, po është një nga restorantet më romantik në Tiranë. Absolutisht më romantikët. Edhe këtej është një pjesë qëndrimi që mund të rrish shumë e bukur, por po shkoj tani tek pjesa e kullës. Ka dhe ambiente tjera qëndrimi këtu. Aty është kulla e fundit në atë drejtim. Këtu para 3 vjetësh kam parë kafe turke, filxhanin e kam kthyer. Është kjo pjesë këtu, e cila ka edhe dhomën me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dritare. Fantastike.
E gjitha kjo është e restauruar me dru, mbi gërmadat, me oxhakun e madh, me sofrën e vogël tiranse, me shpatat osmane. Ky është një yatagan. Ky është një yatagan tipik osman, me bri të zi dhe te thike. Ky është pra një prej yataganëve që përdorin osmanët, me mangallin, me pjesën e kazanit rakis, edhe me zdruktin e zdruktarit. Kjo është sofra, nëse ka një vend bukur që ja vlen që të vini dhe ta shihni, është ky këtu. Unë po dal jashtë për ta mbyllur, që të më driti, ka dhe udhrat e varura. Kjo është me 180 gradë pamje. Kështu që kjo është kalaja e Petrelës. Një prej kalave më të bukura në Shqipëri dhe kalaja me histori të rrallë. Thash, Ballaban Pasha humbi jetën në muret e kësaj kalaje dhe u varros poshtë deri vonë. Tyrbja e tij ka qenë eficiente. Besoj në vitet e komunizmit u shkatërrua, siç ndodhi me shumë monumente të tjera. Këtej është flamuri, kalaja e Petrelës. Mos e humni kur një rast tillë. Më shumë të huaj se shqiptarë vizitojnë.